Reali mbajtet mbret, pa dyshim, po Arsenali ka me tentu me vë diçka kundër këtij Real Madridit. Interi është skuadër e papërshtatshme. Fortikocit ekipe ta. I kocit kec. Stil italian. Sidomos në mbrojtje me po meshën në një gol. Dojna më fol pak për Champions League që po kthehet tash çerk finalet Real Madrid Arsenal, Paris Aston Villa, Dortmund Barcelona dhe Bayern Inter. Për mua favoriti është Barcelona, po do na fol për secilën ndeshje me radhë. Pisar Real Madrid Arsenal, a mendon që Arsenali ka potencial, a mendon që kanë themi fuqi me poshtë Realin apo Reali mbetet mbret? Reali mbetet mbret, pa dyshim, po Arsenali ka me tentu me vë diçka kundër këtij Real Madridit. Po thotë që kur e mposhton Realin ka vetbesim me ftu krejt sepse normal. Nëse e mposhtë Real Madridin, lojtarëve ju rritet edhe vetbesimi, domethënë kanë poshtë mbretën e Champions League-s. Parashikimi Real Arsenal? Prap Reali po ndodhet, a? Real. Edhe unë shkoj për Realin sepse përvoja, nuk është vetëm përvoja, janë lojtarë që janë Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, problemi final. Tjetra, fituesi kësaj lunë me Parisin dhe Aston Villën. Parisi kuptohet e shiti Mbappé vitin e kaluar, shiti Messin dhe Neymarin para 2 vjetëve, po duket që po lunë më mirë, po dominon më shumë poshtë Liverpoolin, a mendon që kanë ndiku temi Luis Enrique apo që kanë nisë më shumë u bazuar me lojë me lojtar lokal, ka pak të akademisë, matri? Pa dyshim ka ndikuar edhe Luis Enrique, po largimi i Mbappés e ka bërë ekipin e Parisit me lojtë si ekip. Mos mund ndiku me ne. Mos mund ndiku vetëm me lojtar. Kur ka qenë Mbappé, domethënë çdo lojtar ka këshir me pasu topin te Mbappé. E tash inatë po gjithë çfarë futbolli është u bë, e dominoi Liverpoolin mrena jashtë. Kish me qenë diçka interesante me marr Parisi para Mbappés. Champions League-n. Domethënë Real Madrid Paris po thuhet ti për çerk finale, për gjysmëfinale. S'ka shpresë për Aston Villën. Edhe mendoj që kanë shumë mjaftuar. Parisi këtë edicion është fantastik. Bayern Inter, Bayern e ka finalen në Allianz Arena. A është motiv shtesë për ta apo Interi është ekip që i koqit? Më kohë një shtesë ajo që po thotë, po Interi është skuadër e papërshtatshme. Fortikocit ekipe ta. I kocit kec. Stil italian. Sidomos në mbrojtje me po meshën në një gol, ato një për ekipeve që i ka met besnik kësaj farë traditës italiane që me pas atë farë qëndrueshmëri mbrojtjes, sidomos kur të vijë rezultati. Kështu që nesër mendoj që Bayerni shkon për shkak të kësaj farë fuqisë që ka, për shkak të finalet, sepse e patu finalen 2012 vendas, kështu që kanë artamosin të fundit që me kthye atë farë namin. Bayern Inter, më thon Bayern ti po tup Inter më duket, a? Inter. Edhe fundit është Barcelona Dortmund. Kuptohet këto veç kanë luajtur si vjet në Ligë Kampionëve në fazën e ligës 2-3 në Dortmund. Dortmundin ligë është katastrofë, kënaj është finalisti i sezonit kaluar, a mendon që ka fuqi prapë apo s'ka lidhje liga me Champions League? Dortmundi është një ekip s'po di çmë po shkru. Bundesliga nuk ka që ban diçka, Champions League ja don. Edicionin e kaluar kanë finale poshtë Atleticon, Paris. Po poshtë ekipet më mëdha. Pa mendoj që Barcelona, çka Barcelona është? Çka Barcelona është, çmë thon guri e formë më thonë. Domethënë Barcelona Inter për ty. Barcelona Inter. Unë Barcelona Bayern, po për gjysmëfinale folim herën tjetër.